sepse të them diçka interesante. Ti kthemi një çik Jungut. Jungu ka qenë studiuesi analitik I Hitlerit dhe gjatë kohës ka qenë një si tip spiun I gjerman për të raportuar gjendjen e tij mentale drejt amerikanëve. Dhe shkruan tek libri I tij Aion dhe arketipet, edhe thotë që çdo njeriu ka një hije. Dhe hija mund të konceptohet si një kapacitet për të sjell terror dhe katastrofë në jetën tënde dhe jetën e njerëzve afër. Dhe ju bën një pyetje njerëzve edhe ju thotë që e dini ju që nëse do ishit gjatë asaj periudhe të Gjermanisë naziste, ju në fakt nuk është se do I vinit kundër nazismit, por ju do e suportonit. Dhe ti mund të thuash që po shiko se unë jam njeri I mirë,